2 granata dore janë hedhur në objektin e postës së Kosovës në Zveçan. Policia e Kosovës ka njoftuar se njëra nga granatat ka shpërthyer duke shkaktuar dëme materiale, por fatmirësisht nuk ka të lënduar. Njësitë policore kanë mbritur shpejt në vendin e ngjarjes dhe kanë zbuluar një granat tjetër të pashpërthyer brenda objektit. E për sigurinë e qytetarëve janë evakuar banorët, ndërsa ekipi specializuar për shpërthimet kanë trajtuar granatën në mënyrë të kontrolluar. Njësia antiterror është duke punuar intensivisht për të identifikuar autorët e këtij shpërthimi, ndërsa prokurori i shtetit ka nisur hetimet për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Policia ka dënuar ashpër këtë akt dhe apelon tek qytetarët që të bashkëpunojnë me autoritetet për të ndihmuar në identifikimin e autorëve. E për çdo informacion mund të raportoni në numrat e policisë ose përmes linjave të besueshme të raportimit. Për më shumë informacion, qëndroni në telegrafi.com.